Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis në një intervistë për mediat greke ka reaguar për kryeministrin shqiptar Edi Rama në lidhje me atë që ai tha për origjinën e grekëve. Batutat e shkëmbyra nga Rama në Abu Dhabi me moderatorin grek John Defterios u trajtuan si ironi dhe ofendime për të dhe Greqinë. Mitsotakis deklaroi se kryeministrin Rama i njeh prej vitesh dhe se është një politikan me një mënyrë të veçantë shprehjeje. E njoh atë prej vitesh dhe është një politikan me një mënyrë të veçantë shprehjeje, shpesh thotë gjëra që nuk duhet i thotë. Këtë ka bërë dhe bëri një gabim të cilin tashmë e ka kuptuar dhe e korrigjoi, tha Mitsotakis. Kryeministri grek shtoi se donte që kjo çështje tashmë të quhej e mbyllur. Mediat greke ju referuan organizimit në Abu Dhabi, ku pjesë e panelit të moderimin e John Defterios ishte kryeministri Edi Rama dhe ai Mali të Zi, Milajko Spajic. Fillimisht gazetari u korrigjua nga dy kryeministrat për shqiptimin e emrit për shkak të origjinës së Rama. Më pas diskutimi u zhvendos në fushën e ekonomisë. Gjatë një diskutimi shifrash për një projekt të Shqipërisë me Arabinë Saudite, Rama e korrigjoi shifrën duke theksuar se bëi fjalë për mbi 1 miliard euro dhe shtoi kur flisni përpara tuaj shtoni 3-0, ndërsa kur flisni përpara të tjerëve i hiqni 3-0. Në këtë kuadër diskutimesh Rama ju drejtua gazetarit Defterios duke i thënë ti nuk je pasardhës i Platonit dhe Aristotelit siç e mendon. Mendoni se keni monopol mbi filozofinë dhe jeni trashëgimtar të drejtë për drejtë të Platonit dhe Aristotelit, por nuk jeni. Ishte deklarata e shkëputur nga Rama, i cili ju drejtua gazetarit greko-amerikan John Defterios, pasi ky i fundit i shqiptoi emrin gabim. Jam i mahnitur nga reagimi disa mediave në Athinë e një ndo politikanit të lodhur grek lidhur me tonet e mia as pak tendencioze, por me humor miqësor gjatë bashkëbisedimit me gazetarin e nderuar Defterios në panelin organizuar gjatë samitit të zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi. Është e pabesueshme që një fjali e thënë me humor të shkëputet totalisht nga konteksti e të kthehet në polemik publike në pathos nacionalist, gjë që fatkeqësisht në Athinë mediatike ndos shpesh. Ishte reagimi i kryeministrit Rama pas kryqëzimit nga mediat greke.